E përmend edhe zhvillimin ekonomik, keni taku prodhues vendor ton ndërmarrës, çfarë përshtypje keni për? I takojmë vazhdimisht. Për mu është një angazhim i pashoq i njerëzve të sektorit privat dhe shpeshherë padrejtësisht krijohet një lloj përshtypje që nëse ke pas sukses sektorin privat, pas ke bo diçka gabim. Kjo nuk është e vërtetë. Mund të ketë ndonjë rast, natyrisht, mirë po është shumë keq që të dekurajohet sektori privat duke i fut gjithë me një thes apo duke i njollos pas një arsye ose duke kriju përshtypjen që sukseset e tyre nuk kanë qenë të meritume. Ne shohim bizneset të cilat kanë filluar në vitet e 70 si biznes i vogël familjar dhe sot kanë sukses të jashtëzakonshëm. Mirë po nuk ka pas asnjë njerit vetëm në atë familje që nuk ka punu ditë e natë me mund, me shumë sakrificë. Edhe sot me krenari, ato brenda, ato prodhime i plasojnë jo vetëm në tregun e Kosovës, po edhe kudo në botë, deri në Amerikën e largët kemi produkte të Kosovës. Dhe si presidencë vazhdimisht jemi munduar që ti promovojmë, të flasim për ta, ti inkurajojmë që mos ta ndalim punën pavarësisht sfidave me cilat përballen. Dhe do të thoya jo vetëm prodhuesit, por të gjithë punëdhënësit në Kosovë duhet ta kenë përkrahjen e nevojshme, sepse tek e fundit më shumë ka punëdhënës në sektorin privat se sa në sektorin publik dhe motori i zhvillimit ekonomik të mirëfillt dhe të qëndrueshëm në çdo vend në fakt është sektori privat.